Të duket sikur fëmia yt me autizëm thot jo për gjithçka. Ti I jep komanda të thjeshta, rutinë, shko të lahesh, të hash, bëj detyrat dhe ai reagon vërtet, gjen të gjitha mënyrat për të refuzuar dhe për të shmangur. Terapitë e sjelljes I konsiderojnë këto si sjellje që duhen rregulluar, duhen ndryshuar, përdoren shpërblimet për bindje dhe penalizimet për refuzim. Unë dua t'i jap një tjetër këndvështrim, qasjen neurodivergjente. Kjo ndodh shpesh tek fëmijët e spektrit autizmit që kanë një profil që quhet shmangje e fortë e kërkesave. Kur ne I kërkojmë fëmijës diçka dhe ai reagon, refuzon, kjo nuk do të thotë që është kokë fortë, që po na sfidon apo që nuk po bindet. Kjo do të thotë që fëmia po përjeton ankth sepse I del situata nga kontrolli. Rritet ndjenja e pasigurisë e ankthit dhe ai fillon të bërtasë. Çfarë duhet të bëjmë? Së pari duhet të kuptojmë se çfarë po ndjen fëmia, çfarë po e streson dhe jo të fokusohemi se çfarë po bën. Duhet t'i japim alternativa, për shembull, do që ta bësh vetë apo të ndihmoj unë. Të përdorim një gjuhë që fëmijën e fton, jo e urdhëron. Hajde ta bëjmë të dy bashkë, po të pres. Të përdorim mjete vizuale të kohës, siç janë për shembull ne I tregojmë orën dhe I themi deri kaq do të qëndrosh, ose duke I thënë edhe një herë dhe mbarojmë, ose duke ja treguar në mënyrë vizuale se edhe sa është koha që ai do të qëndrojë. Duhet të njohim ritmin e fëmijës, pra si fëmia proceson nga momenti që merr komandën, pra atë që ne I themi, deri në procesim të saj. Gjithashtu, duhet të respektojmë edhe fëmijën, duke parë që ajo që ne po I kërkojmë është diçka që ai duhet ta bëjë në moment apo mund të presë.